Horoskopi për ditën e enjte, 27 gusht 2026. Dashi, je në një periudhë për zhvillimin tënd dhe për të krijuar baza të mira për të ardhmen. Sot vëmendja jote do të shkojë kryesisht te komunikimi. Mund të kuptosh diçka të re ose të gjesh një zgjidhje për një çështje që lidhet me shëndetin apo me detyrat e tua të përditshme. Kjo mund të sjellë një ndjenjë energjie, një dëshirë për të ecur përpara. Do të mendosh gjatë se si mund të përmirësosh këtë fusha me një bisedë ose lajm që mund të hap mundësi të reja. Energjia e ditës të ndihmon t'i vësh gjërat në rregull dhe të mbledhësh informacion me qetësi dhe logjik. Mos i lër pas dore dhe ndjenjat e tua. Mund të jetë shumë e lehtë të kuptosh çfarë është e vërtetë e saktë dhe çfarë është e egzageruar. Ruaju nga padurimi ose nga sjelljet e ftohtë me të tjerët, sepse njerëzit mund të jenë të ndjeshëm. Dhe kjo sepse po afron eklipsi. Mendja mund të pranojë diçka që zemra ende nuk e ka përpunuar. Shiko ku e ke humbur ekuilibrin mes punës, pushimit dhe ndjenjave të trupit dhe shpirtit. Ngjyra me fat është portokalli, koha me fat është paradite e hershme. Këshilla e ditës, dëgjoje zemrën para se t'i thuash po një angazhimi të ri. Demi, sot mund të dalin detaje të reja për projektet e tua, marrëdhëniet apo financat, dhe kjo mund të ndihmojë të marrësh vendime më të zgjuara. Mënyra se si flet me të tjerët është tepër tërheqëse dhe të ndihmon të ndihesh krenar me idetë që ke. Në dashuri, një e vërtet mund të dalë në dritë. Një marrëdhënie mund të arrijë në një pikë të rëndësishme, ndaj ajo që vëren sot ka vlerë. Mendja jote është shumë aktive, por mos harro se emocionet bëhen më të forta për shkak të eklipsit që po afrohet. Mos lejo që presioni të shtyjë të thuash po ose të futesh në diçka përpara se të ndihesh vërtet gati. Një bisedë që ka mbetur për gjysmë mund të vazhdojë pikërisht sot dhe të tregojë një drejtim më të bukur. Mund të ndjesh një përplasje mes asaj që dëshiron për veten dhe detyrave dhe angazhimeve që ke lidhur me të tjerët. Ndaj, sot të del sfidë të sfidosh veten, të gjesh ekuilibrin dhe të mos e humbatësh veten mes gjërave që kërkojnë vëmendjen tënde. Ngjyrat me fat janë blu. Koha me fat është 12 deri në 2 mbas dreke. Këshilla e ditës: mos e ngut veten, lëri ndjenjat të zhvillohen natyrshëm. Binjakët. Për ju binjak, sot një lajm do të jipet. Një bisedë e re të jep energji dhe të motivon. Ke një dëshirë të fortë për t'u afruar me një person të dashur. Në të njëjtën kohë mund të shohësh një mundësi për të lënë pas disa gjëra nga e kaluara, sidomos në marrëdhëniet familjare. Shtëpia dhe jeta jote personale janë në qendër të vëmendjes dhe një ndryshim i rëndësishëm emocional është i mundur. Mund të vinë ide të mëdha për sigurinë tënde, për pronat dhe për të rregulluar vendin apo shtëpinë ku jeton. Këto kohë ke shumë qartësi për jetën tënde personale. Eklipsi po afrohet dhe emocionet do të shtohen. Marrja e vendimeve mund të duket dhe më e vështirë. Edhe pse disa gjëra në shtëpi po marrin formë, energjia jote mund të jetë ulje ngritje, sepse përgjegjësitë po të lodhin. Ke shumë gjëra që lëvizin si në jetën private, ashtu edhe në punë. Për këtë arsye, mos i shto vetes ngarkesa të tjera të panevojshme. Mbaj gjërat të thjeshta sepse kështu do arrish rezultate më të mira. Ngjyra me fat për ju është ngjyra e bardhë dhe ngjyra blu e çelët. Koha me fat është rreth orës 9:30 deri 11 paradite. Këshilla e ditës: thjeshto planet dhe mos merr përsipër më shumë se ç'mund të përballosh. Gaforja.
E dashur gafore, vëmendja jote shkon ke detajet, lajmet dhe idetë që vinë rreth teje. Mendja jote po bluan shumë gjëra. Ke një plan apo një projekt personal që mund të filloj të ecë shumë shpejt. Kjo energji të ndihmon të zgjedhësh problemet më lehtë, edhe pse fizikisht mund të ndihesh pak i lodhur, ndërsa emocionet bëhen më të forta për shkak të eklipsit. Fjalët që thuhen sot mund të prekin disa pika të ndjeshme, ndaj duhet të ruash pak qetësinë. Ke ide të cilët të tjerët i vlerësojnë dhe i kërkojnë. Një informacion i ri që do të marrësh për udhëtim apo për punë mund të hyjë shumë në punë. Mos merr vendime me krenari apo me logjik shumë të ftohtë, duke harruar atë që ndjen vërtet. Mund të marrësh shumë informacion dhe të ndihesh i mbi ngarkuar pa nevojë. Prandaj mos u përpiq t'i kapësh të gjitha. Filtro atë që dëgjon dhe mbaj pranë vetëm atë që të duhet vërtet. Ngjyrat me fat është bezh dhe gri. Koha me fat është mbasdite e hershme. Këshilla e ditës: ruaj qetësinë në biseda dhe mos beso çdo informacion që të kap veshin. Le të vazhdojmë me shenjën e Luanit. Për ty Luan sot, vëmendja jote shkon te financat, biznesi dhe gjërat që zotëron. Kjo periudhë mund të sjellë një kthesë të rëndësishme apo mbylljen me sukses të një projekti. Diçka mund të bëhet e qartë ose mund të marrësh një lajm që hedh më shumë dritë mbi financat dhe marrëdhëniet e tua. Logjika jote është e fortë. Ndërsa eklipsi afron, do të bëhet shumë mirë të mos i largosh ndjenjat dhe ngrohtësi njerëzore. Mund të tentosh të shpenzosh më shumë se ç'duhet, sidomos nëse nuk je i sigurt se ku duhet ta përqendrosh energjinë. Një pjesë e jotja kërkon ndryshim dhe aventura, pjesa tjetër kërkon të shijoj atë që ka tashmë. Mundohu të mos kalosh nga mendimi shumë i ftohtë te reagimet e forta emocionale. Sot është më mirë të vëzhgosh me kujdes situatat dhe të mos nxitosh të bësh hapa që mund të kenë ndikim të madh, sidomos kur bëhet fjalë për para. Ngjyra me fat është e artë, koha me fat është mesditë, këshilla e ditës: ki kujdes me shpenzimet dhe mos merr vendime financiare me nxitim. Virgjëresha. Me lëvizjet astrologjike të sotme në shenjën tënde, zëri yt do dëgjohet më shumë se zakonisht. Fjalët që thua kanë peshë dhe kjo mund të ndikojë tek të tjerët. Por eklipsi që po afron përballë shenjës tënde prek fort dhe anën tënde emocionale. Kjo mund të sjellë pak konfuzion ose situata më intensive. Do të kuptosh shumë gjëra të rëndësishme për jetën tënde, por për shkak se emocionet janë të forta, jepi vetes kohë t'i kuptosh dhe t'i përpunosh. Mund të kuptosh se të tjerët po flasin dhe po mendojnë për ty më shumë se zakonisht. Gjithashtu mund të zbulosh edhe disa detaje që deri tani nuk i kishe vënë në re. Në dashuri, mund të ndjesh një lloj përplasje mes dëshirës për të pasur dikë pranë dhe nevojës për liri dhe pavarësi. Edhe pse mund të duash t'i çosh planet e tua përpara me shpejtësi, rruga më e mirë sot është të mos i bësh vetes presion dhe mos detyro asnjë situatë të ecë më shpejt nga sa duhet. Ngjyra me fat është e bardhë, koha me fat është paradite. Këshilla e ditës: mos i bëj presion vetes apo të tjerëve, lëri gjërat të ecin me ritmin e tyre. Peshorja. Sot mund të ndjesh një nevojë të fortë për të folur për të kaluarën dhe për të zgjidhur disa gjëra që kanë mbetur pezull. Mund të dalë një informacion i ri për çështje private ose të së kaluarës, dhe kjo do të ndihmojë të shohësh diçka që më parë të kishte shpëtuar. Një temë e vjetër mund të rikthehet, por këtë herë do të jetë pak ndryshe. Do ta kesh më të lehtë të shprehësh dhe të kuptosh gjëra që dikur nuk dije si t'i thoje me fjalë.
Ndërsa eklipsi po afron, mendja jote punon shpejt, emocionet mund të luhaten her pas here. Dhe kjo do të sjell pak turbulli. Fjalët mund të lëndojnë më shumë se zakonisht, ndaj kujdes me mënyrën se si flet. Një pjesë e jotja mund të kërkojë qetësi dhe tërheqje, ndërsa pjesa tjetër, si puna dhe përgjegjësitë e përditshme, kërkojnë vëmendje. Çfarë do që të ndodh, sot është më mirë t'i marrësh gjërat me radhë dhe të mos kërkosh t'i zgjidhësh të gjitha njëherësh. Ngjyra me fat janë nuancat e grisë. Koha me fat është pasdite, këshilla e ditës, merri gjërat me radhë dhe mos rëndo veten me ato që ke kaluar. Akrepi. Sot mund të vinë ide të papritura dhe mund të kuptosh gjëra të reja, ndërsa jeta jote sociale është tepër aktive. Mund të kërkosh qartësi në një miqësi, në një plan të rëndësishëm ose në projektet që ke për të ardhmen. Është një ditë e mirë për të krijuar kontakte të reja, për t'u afruar me njerëz që kanë të njëjtat mendime me ty dhe për të ndarë idetë e tua. Ndihma dhe përparimi mund të vinë përmes bashkëpunimit dhe mënyrave të reja të menduarit. Synimet që ke për lumturinë tënde personale janë në qendër të vëmendjes. Megjithatë, her pas here do të lëkundesh, herë nga logjika dhe herë nga emocionet, dhe kjo ndoshta mund të bëjë pak konfuz. Mund të ndihesh i ndarë mes asaj që do për veten dhe një detyrimi që ke ndaj një personi tjetër. Por këshillohet të mos e shtosh presionin, ti thjeshtosh gjërat dhe t'i japësh vetes kohë që të kuptosh më mirë atë që ndodh përpara se të marrësh një vendim të rëndësishëm. Ngjyra me fat për ty është e verdhë, koha me fat është në drek, sapo fillon pasditja, këshilla e ditës, thjeshtoj synimet dhe prano ndihmën që mund të vijë përmes bashkëpunimit. Shigjetari. Për ty shigjetar, karriera, përgjegjësi dhe mënyra se si shohin të tjerët mund të marrë një rëndësi të veçantë. Njerëzit mund të vënë re se përpjekjet e tua janë të vlefshme në çfarëdo lloj drejtimi, dhe për këtë do të marrësh merita ose fjalë të mira nga të tjerët, qoftë në vendin ku punon apo ndoshta edhe në familje. Megjithse në plan të afërt është eklipsi, duhet të tregohesh pak më i kujdesshëm në mënyrën se si shprehesh, sepse disa gjëra ndoshta keq kuptohen ose zmadhohen më shumë se ç'duhet. Idetë e reja për punën dhe karrierën, si dhe drejtimin që dëshiron t'i japësh vetes, mund të jenë shumë të mira. Nëse shpreh me zë të lartë një ide që deri tani e ke mbajtur vetëm për vete, do të arrish ta shohësh nga një këndvështrim tjetër. Mund të ndjesh se disa gjëra po të tërheqin në drejtime të ndryshme. Për këtë arsye, nuk këshillohet të marrësh vendime të shpejta, të nxituara. Përdore ditën për të kuptuar më mirë se çfarë dëshiron dhe nga cili drejtim përshtatesh më shumë. Ngjyra me fat është e zezë, koha me fat është në mbrëmje, këshilla e ditës: mendo mirë para se të flasësh, sidomos në çështjet e punës. Britsjapi. Nëse je duke u marrë me udhëtime, dokumenta apo studime të çfarëdo lloji, sot disa detaje do të bëhen të qarta dhe do të japin një pamje të plotë të situatës. Mendorisht mund të përjetosh një moment të fortë qartësie, mund të ndjesh shumë dëshirë për të ndarë me të tjerët ide dhe mënyrën tënde të parit të gjërave. Në fakt, ke shumë dëshirë të mësosh dhe të zbulosh gjëra të reja, si dhe je kurioz të marrësh informacion. Ndoshta ke nevojë të dalësh pak nga rutina dhe të shohësh pak më larg se normalisht. Mënyra si shprehesh me besim dhe entuziazëm mund të pritet mirë nga të tjerët, megjithatë mund ta kesh pak të vështirë të përqendrohesh gjatë gjithë kohës, sepse emocionet janë të forta dhe mund të mos jetë gjithmonë e lehtë të dallosh çfarë është fakt dhe çfarë vjen nga imagjinata jote. Mbaj këmbët në tokë dhe kontrollo detajet para se të nxjerrësh përfundime. Ngjyra me fat sot është e kuqe, koha me fat është paradite, këshilla e ditës: ndaje entuziazmin me të tjerët dhe mos i humb nga syt detajet
të rëndësishme. Ujori. Ngjarjet e ditës të shtyn të shikosh brenda vetes për të gjetur disa përgjigje. Është një moment i mirë për të përkushtuar më seriozisht një projekti, një investimi apo një marrëdhënie që ka rëndësi për ty britsja. Sot nuk të tërheqin shumë gjërat sipërfaqësore, sepse ti kërkon diçka të thellë dhe që të ketë kuptim. Për këtë arsye, angazhimet që nuk kanë vlerë të veçantë për ty mund t'i lësh më njanë. Është gjithashtu një kohë e mirë për të sqaruar disa situata. Megjithatë, ruaju nga mendimi yt i tepërt dhe nga një sjellje shumë e ftohtë sepse emocionet rriten dal nga dal. Jepi vetes kohë, mos u ngut sepse eklipsi i intensifikon gjërat. Mund të ndihesh i ndarë mes dëshirës për të bërë gjithçka vetë dhe nevojës për mbështetjen e dikujt tjetër. Mos e lodh mendjen më shumë se ç'duhet. Ule pak ritmin dhe shijo momentet. Ngjyra me fat është ngjyra gold, ngjyrë floriri. Koha me fat është në dre, këshilla e ditës merr pak kohë për veten dhe mos e shpenzo energjinë në gjëra që nuk kanë ndonjë pikë rëndësie. Peshqit. Sot mendja jote po punon me xhiro të larta dhe disa momente do të duket sikur gjërat nuk ecin siç do ti. Dhe përpiqesh shumë që të vendosësh mendimet në rregull, ndërsa bisedat me të tjerët të ndihmojnë ta shohësh situatën pak më larg. Kjo distancë emocionale do të bënte mirë, por nuk është gjithmonë e lehtë ta arrish, sidomos tani që eklipsi është në shenjën tënde. Dëgjo me kujdes atë që thon të tjerët dhe mos lejo që mendimet dhe zhurmat nga jashtë të ngatarrojnë atë që ndjen vërtet. Mund të duket e vështirë të menaxhosh të gjitha njëherësh, por nga gjithë ky informacion mund të dalë diçka e rëndësishme që deri tani nuk e kishe kuptuar. Nga kërkesat e të tjerëve që janë shumë të mëdha, ndalu pak dhe pyet veten se cila është e vërteta për ty. Cilat kërkesa duhet të marrësh seriozisht. Emocionet janë të forta, ndaj merr frymë thellë, mos u ngut dhe ec me ritmin tënd dhe jepi gjërave drejtimin që do. Ngjyra me fat është e verdhë dhe e bardhë. Koha me fat është pasdite e hershme, këshilla e ditës dëgjo nevojat e tua dhe mos lejo që kërkesat e të tjerëve të lodhin më shumë se ç'duhet. Ne urojmë të gjithëve të keni një ditë sa më të mbar.